para dite normalisht shkoj në shkollë, pastaj filloj punoj mbas dite në orën 4 ose 5, varet nga dita, edhe punoj deri në darkë kur të mbaroj turni. Domethënë, e organizoj ditën sipas shkollës dhe punës. Matja, sigurisht që të ardhurat kanë shumë rëndësi, edhe kultura për të njohur me paranë edhe me punën, por tani më punon edhe për parat, apo punon me dëshirën për të fituar eksperiencë, për të pasur eksperiencë që të kesh mundësi më pas të jesh një shef i mirë kuzhine? Jo, unë punoj vetëm për, domethënë, më pëlqen edhe lekë normalisht, po punoj dhe shumë për pasion, sepse preferoj të rritem në zanatin që kam zgjedhur, nuk dua të rri gjithmonë në një nivel, po dua të shkoj gjithmonë e më lart. Domethënë, edhe për këtë fakt, unë mund të rria këtu në Shqipëri që të, për shembull, pas 2 vitesh unë mund të bëja një shkollë profesionale si Ner Anxhi, edhe unë të isha shef i kuzhinës sa të kisha dalë që aty. Por që unë preferova që sa të mbaroj shkollën, të iki në Itali të jetoj andej, që të mësoj kulturën e kuzhinës e të rritem me kohën, jo të dal nga një shkollë të jem direkt shef kuzhine, sepse nuk mësohesh ashtu.